S'mujna me detalizu shumë që ta kuptoni vetëm skenën e madhe. Kanë adhuru idhuj, kanë adhuru puta dhe kanë adhuru njeri, mbretin. Aja unë karrike, ato kanë rosejshte. Ka rosejshte, janë që ruku, ka rosejshte, janë që ruku. Kur ka ardhur Ibrahimi, a që ka rosejshte? Thonë i bi Allahu gjele gjelalu. Andaj ka dalë problem me ta. Pasaj kanë bo ibadet qfar, kanë prej kurban për idhuj. Dhe kanë prej evlat për idhuj. Dhe kanë bë marrëdhënie intime për idhuj. Qa i bje kjo? E pret një deve mangat zotit putit. E pret një dele afrohesh nga të putit. Edhe trunë puti. Pastaj s'ki qka me prej. A do më afru shumë po, i ki dhe të vlat qoje një preje. Dhe i kanë mërë të panat, kanë bë zhurmë. Se fëmija ka kajt me preje, para idhullit. Andaj, a piship një sot që të shka bojnë, i afrohen shejtanit të ndërum gjëmat. Prejnë e vlat, hajnë njerëzi, për mjë afru shejtanë, Allah i narujt ja Rabbel Alemin. Andaj kjo fejt të ndërum gjëmat, sa e miro. Sa i runë, sot të ndërum gjëmat, si islami që ka e ru njerëzimin kur gjo. Andaj ka me pas nevoj njerëzimi pa tjetër me artë islami. Se mës me kanë islami bin krejt. Andaj, i kanë adhuru idhujt me prejnën e kurbanave. Vesh një sen se kanë bon për idhuj, s'kanë agjuruhe. Aja pa buksërrik. Veç musliman të agjurojnë për zotin e tëne. Allah në bëf kabul, ja Rabbel Alemin. Veç në e lajmë hajën, pijen, mardhenjet intime dhe gjithë shka që ka të boje me trupin dhe ushimit e trupit për i zotin Gjellë Gjellalu. Tjeta shka